Hadithi dhe kuptimi I tij. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: më I mençur nga njerëzit është ai që I sheh tëmetat e veta dhe bëhet I verbër ndaj tëmetave të tjerëve. Në këtë thënie të tij, Imam Aliu a.s. thekson se urësia e vërtet qëndron në vetë reflektim, jo në kritikimin e të tjerëve. Njeriu I mençur merret me përmirësimin e vetes, duke I parë dhe korrigjuar tëmetat e veta, dhe nuk merret me zbulimin apo përhapjen e tëmetave e gabimeve të tjerëve. Kjo qasje forcon për ulësinë, pastron zemrën dhe ruan marrëdhëniet mes njerëzve. Kështu që le të përqendrohemi te përmirësimi I vetave tona dhe të mos merremi me gabimet dhe të këqijat e të tjerëve. Ky është tregues I mençurisë së vërtetë.